Përshëndetje nxënës, unë jam Sledin Abdulli, kjo është platforma digitale e-klasa, ndërsa ju ndiqni pra lëndën e edukimit qytetar. Tema e ditës së sotme nxënës është përkatësia në bashkësi. Pra, qëllimi i kësaj ore mësimore është që nxënësi, pra ju të kuptojë rëndësinë që ka ai në shoqëri, pra që ju keni në shoqëri, mundësitë dhe format se si mund të kontribojmë drejt zhvillimit të shoqërisë dhe bashkësisë ku nxënësi apo ju jetoni. Ë Bashkësia. Ë Duhet ta dinë se çdo njeri nga ne që nga lindja e këndej ne i takojmë ndonjë bashkësie. Dhe bashkësia kuptohet një grup i njerëzve që kanë diçka të përbashkët, si për shembull karakteristika të përbashkëta, gjini, moshë, përkatësi etnike, etj. Qëllime të përbashkëta ose jetojnë në një lokalitet të njëjtë gjeografik. Bashkësitë në të shumtën e rasteve kanë norma të vendosura dhe në bazë të atyre normave mundësohet pra mbijetesa e tyre. Pra çdo bashkësi ka rregullat e veta. Edhe normalisht njeriu është qenie shoqërore dhe si e tillë pra detyrimisht jeton në një bashkësi, edhe që nga lindja e këndej pra është pjesë e ndonjë bashkësie, pra për shembull e njerëzve të lindur në një datë së një vit të caktuar, është pra familja, është pra pastaj rrethi, shokët, shkolla edhe kështu me radhë. Pra jeta në bashkësi, ashtu siç njeriu rritet dhe zhvillohet, ai bëhet pjesë dhe u takon pra bashkësive të ndryshme, për shembull pra familja, shkolla, fakultete, organizata të cilat punon, lagja, pra muhalla, është një bashkësi, komuna ku jetojmë, pra qyteti, fshati edhe kështu me radhë. Me këtë rast pra është e pashmangshme që në ato bashkësi individi të mos ketë pra rolin personal dhe përmes tij të ndërtoj pra identitetin e vet, por edhe të funksionojë në relacion me pjesëtarët të tjerë të asaj bashkësie. Pra, nëse ne jemi pjesë e një bashkësie, është e pamundshme nxënës që ne të mos i japim ose të mos marrim element nga bashkësia në të cilën pra jetojmë. Pra detyrimisht edhe japim edhe marrim element përmes të cilëve ne ndërtojmë pra identitetin tonë, pra ndërtojmë vetveten tonë. Njerëzit në bashkësi plotësojnë mbështetjen në ndihmojnë njëri tjetrin për të kaluar pra pengesat, me komunikim të vazhdueshëm, mbështetje dhe përkujdesje të ndërsjellë, ata punojnë që së bashku për të realizuar pra një qëllim të caktuar. Pra, brenda një lagje, brenda një bashkësie, brenda një vendi ku ne jetojmë pra ne normalisht njerëzit pra ndihmohen, edhe mbështeten, edhe kështu do të thonë zhvillojnë shoqërinë, zhvillojnë bashkësinë ku jetojnë. Për shembull, klasa është një bashkësi, në të cilën pra nxënësit të cilët e përbëjnë bashkësinë kanë qëllim të njëjtë. E ajo është që pra të përvetësojnë dituri dhe shkatësi të reja. Megjithatë, të gjithë nxënësit e klasës përballen me sfida nga më të ndryshmet, pra jo çdo nxënës i shkon secila lëndë. Kështu që në një klasë pra ana e kupton shumë mirë matematikën. Nëse Samirit për shembull i shkon lënda e historisë, nëse ana i ndihmon Samirit në lëndën e matematikës dhe nëse Samiri i ndihmon anës në lëndën e historisë, atëherë që të dy do ta përvetësojnë pra materialin e panjohur dhe të tregojnë rezultate të mira, me çka do ta realizojnë pra qëllimin e përbashkët i cili është pra nxënja e diturisë apo e dijeve të reja. Kontributi në bashkësi, përveç përfitimeve që anëtarët i kanë nga bashkësia e tyre, ata gjithashtu mund të kontribojnë pra në mënyrë aktive në avancimin e zhvillimin e bashkësisë së tyre. Nxitja për përmirësimin e bashkësisë vjen atëherë kur individ ose grupe pra nuk janë të kënaqur ose nuk pajtohen me kushtat, me rregullat ose me situatat të caktuara të cilat janë të vendosur në bashkësi. Pra në raste të tilla, ata mund të nxisin diskutim dhe të propozojnë pra zgjidhje për përmirësim. Për të realizuar zgjidhjet e propozuara, anëtarët e bashkësisë, për shembull nxënësit në shkollë në kuadër të bashkësisë klasore ose shkollore, qytetarët në kuadër të lagjes së komunës së tyre mund të organizohen në forma të ndryshme dhe të planifikojnë aksione konkrete, dhe një formë e këtill pra në një bashkësi është vullnetarizmi. Pra, nëse nxënësit mendojnë se klasa e tyre nuk është e lyer siç duhet, ose për shembull teli rrethues në shkollë pra nuk është i lyer si duhet dhe duket keq ose obori shkollor,
ato mund të marrin pra aksion vullnetar edhe përmes nxënësve të shkollës, nxënësve të klasave, mund të organizohen në mënyrë vullnetare për ta përmirësuar pra gjendjen në shkollën e tyre. Këtu normalisht me ndihmën e kërkohet për shembull ndihma e udhëheqësisë së shkollës, mund të kërkohet ndihma e bashkësisë lokale të vendbanimit, lagjes edhe kështu me radhë. Vullnetarizmi paraqet një aktivitet që kontribon në përmirësimin e cilësisë së jetës në bashkësi përmes përfshirjes aktive të njerëzve në jetën shoqërore. Vullnetarët japin mundi, diturinë dhe kohën e tyre personale në aktivitete nga të cilat përmirësojnë dituri, shkatësi dhe përvoja të reja. Ato krijojnë miqësi të reja, u ndihmojnë të tjerëve që të punojnë në qëllimet e tyre dhe të kontribuojnë pra në përparimin e bashkësisë së tyre. Pra, vullnetarizmi është një punë e shenjtë, e cila pra nuk ka çmim me të cilin mund të paguhet, pra, sepse njeriu u mbet kohën edhe me plot vullnet, me plot dëshirë, pra u ndihmon të tjerëve në mënyrë vullnetare dhe për këtë nuk kërkon as medalje dhe as shpërblim. Prandaj, vullnetarizmi është diçka e shenjtë, pra diçka e cila nuk ka çmim me të cilin mund të paguhet, pra edhe normalisht vullnetarët përmes ndihmës, përmes aktiviteteve të tyre, ata e zhvillojnë shoqërinë, vendin dhe ndihmojnë pra të tjerëve. Aktiviteti vullnetar, pra vullnetarët mund të ndihmojnë në organizimin e ndonjë ngjarje, të angazhohen në organizatë që ndihmon kafshëve të marrin pjesë aktive në aksione për grumbullimin e veshjeve dhe ushqimit për njerëzit që kanë nevojë për to, të marrin pjesë në aktivitete të ndryshme për ruajtjen e mjedisit jetësor dhe krijimin e mjedisit të pastër jetësor, të ndihmojnë në realizimin e aktiviteteve në shkollë, komunë, organizata jetare etj. Nga ana tjetër, pra vullnetarizmi ka rol në përmirësimin e komunikimit me bashkësinë e tyre dhe ndihmon që të avancojnë shkatësitë dhe të përvetësohen përvojat që janë të domosdoshme për qytetari aktive. Pra, vullnetarët mund të organizohen pra në çfarë do lloji aksioni brenda një bashkësie, brenda një shoqërie. Pra, puna e tyre është që të ndihmojnë për organizimin e ngjarjeve të ndryshme, të cilat pra kanë karakter që t'i ofrojnë njerëzit, të ndihmojnë njerëzve, pra të përmirësojnë komunikimin mes njerëzve, të zhvillojnë shkatësi, përmes të cilave shkatësi nesër mund të zhvillohet shoqëria dhe që janë të domosdoshme për qytetari aktive. Pra, puna e vullnetarë për shembull gjatë kohës së pandemisë janë vullnetarë të pafund nga gjithë vendi, të cilët kanë shpërndarë për shembull pako me materiale ushqimore gjatë kohës së pandemisë COVID-19, ose për shembull janë plot vullnetarë tjerë të cilët nxënës ju kanë siguruar për shembull nxënësve pajisje elektronike përmes të cilëve ato mund të na dëgjojnë, pra neve mund t'i marrin leksionet në shkollë edhe të kiqen pra në procesin edukativo arsimor në mënyrë pra online. Edhe gjitha kjo pra përmes vullnetarëve të cilët i kanë dhuruar ato pajisje edhe vullnetarëve të tjerë të cilët i kanë shpërndarë ato pajisje, edhe kështu me radhë. Valla keni ditur se Korpusi i Paqes apo Peace Corps është organizatë qeveritare amerikane e cila është përkushtuar ndaj paqes botërore dhe miqësisë, si dhe siguron vullnetarë në vendet në përballë që kanë kërkuar ndihmë. Pra, Korpusi i Paqes është themeluar në vitin 1961 nga presidenti John Kennedy, ndërsa misionin e saj në vendin tonë e filloi në vitin 96 me vullnetarë që ndihmojnë gjatë realizimit të mësimit në gjuhën angleze dhe zhvillimit të bashkësive lokale. Lidhja e skautëve, vëzhguesve në vendin tonë është organizatë që ekziston nga viti 1991. Misioni i tyre është përmes metodave të skautëve dhe të edukimit jo formal, fëmijët dhe të rinjtë të gjejnë vendin e tyre dhe të theksojnë karakterin e tyre, duke përfshirë pra në mënyrë aktive në shoqëri, duke marrë vendimet që bëjnë botën vend më të mirë për jetesë. Antarët mund të bëjnë secili banor i Republikës së Maqedonisë së Veriut që ka arritur moshën pra 7 vjeçe. Edhe shumë e rëndësishme, më shumë se 1 miliard njerëz në botë janë pra vullnetarë. Peace Corps është një organizatë shumë e mirë dhe e dobishme, edhe shkolla jonë për shembull ka pasur edhe ka në vazhdimsi pra vullnetarë të Korpusit të Paqes, të cilët pra ndihmojnë në realizimin e mësimit në gjuhën angleze. Aktivitet i radhës nxënës edhe gjithmonë kur do të kemi aktivitete, ju është mirë që videot juaj t'i bëni pauze
që pastaj të mund të merrni shënime dhe këto shënime pra t'i paraqesni para mësimdhënësve të juaj edhe normalisht t'i krahasoni me nxënësit e klasës edhe kështu me radhë. Pra, bëni një hartë në klasën tuaj, shkruani emrat të secilit nxënës dhe të arsimtarit të lëndës së arsimit qytetar. Për secilin ndarës, pra shkruani një gjë në të cilën ai apo ajo është i mirë dhe çfarë mënyre pra mund t'ju ndihmojë anëtarëve të tjerë në bashkësinë tuaj klasore, që të jenë më të mirë ose më të suksesshëm. Bisedoni se çfarë do të doni të përmirësoni në klasën tuaj. Vendosni së paku di qëllime. Për shembull, të përmirësojmë shoqërimin ose të përmirësojmë suksesin shkollor të paraleles. Mendoni për mënyrën pra cilën secili prej jush mund të kontribuojë në realizimin e qëllimeve të vendosura. Për shembull, se si të arrihet kjo, pra forma, mënyra, kush mund ta bëjë këtë punë më mirë edhe kështu me radhë. Pasi të keni bërë detyrat, i krahasoni ato në njëri tjetrin edhe pastaj do të thonë i paraqisni përpara arsimtarit tuaj. Besoj se isha i qartë nxënës edhe gjatë kësaj video, edhe ju falenderoj shumë për dëgjimin, edhe shihemi dhe dëgjohemi në video të radhës.